Për herë të parë, Këshilli i Qarkut Korç do të organizojë festivalin Bar Kombëtar të Këngëtarëve Lirik, një aktivitet me vlera të larta artistike që pritet të mbledhë në qytet talente të reja nga të gjitha trevat shqiptare. Ky organizim synon të pasurojë jetën kulturore të Qarkut dhe të promovojë artin lirik, si një nga format më të rëndësishme të shprehjes artistike. Do kemi edhe pjesëmarrje edhe për te kufive të Shqipërisë, prandaj quajtëm konkursi Bar Kombëtar i Këngëtarëve Lirik, do ketë emrin e sopranos së njohur me origjinë korçare, Tefta Tashko Kosho, emrin e cilës mban edhe Shkolla e Muzikës Tefta Tashko. Do jetë një aktivitet mjaft interesant dhe të cilin ne do të duam që ta bëjmë të përditshëm. Programi i aktiviteteve për të rinjt do të vijojë me punishten e fëmijërisë, një projekt që përfshin nxënës të shkollave 9-vjeçare në aktivitete krijuese, duke rikthyer lojrat dhe mjetet tradicionale të së kaluarës. Në këtë punishte që do të ndërtohet, nxënësit duke nisur që nga shkollat 9-vjeçare, pse jo dhe nxënët e shkollave të mesme, do të shkojnë dhe do të ndërtojnë ato vegla që ne apo ato lojra më saktë që ne kemi përdorur në fëmijërinë tonë. Dhe ato produkte që të realizohen në këtë punishte do të përdoren, si thuaç, në një event organizuar, si për shembull slitat për rëshqitjen e dëbor apo një fest balonash, sepse këto do jenë produkte që do të realizohen në këtë punishte të fëmijërisë. Këto iniciativa janë pjesë e një kalendari më të gjerë aktivitetesh për të rinjt dhe fëmijët gjatë këtij viti, me fokus nxitjen e përfshirjes në komunitet, promovimin e artit dhe trashëgimisë kulturore.